Përshëndetje, miqteri në kanalin tim Teatarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Teatarot2025. Fati juaj është shkruar në yje. Ti atë person e ke ndryshuar, e ke transformuar. Të mendon çdo sekond ky person. Pra, je në mendjen e tij, të mendon çdo sekond ky person. Si e dielli ti? Ky person të mendon në çdo kohë. Ti e ke transformuar si njeri, e ke ndryshuar, i ke sjell paqe, qetësi, harmoni. Me ty ky person do të filloj një kapitull të ri, duke në mbrapa gjithë çmendëritë dhe gjërat jo të mira që ka bërë në jetën e tij. Ai vjen me këtë udhëtim drejt jush për t'ju shprehur atë dashuri dhe pasion që ka për ju. Lajmi është i shpejtë, ky ushtar i shpatit tregon lajmin e shpejtë që ai vjen tek jush, sepse në vetmin e tij ti je drita e tij, je feneri i ndriçues në ato mendimet e tij, në atë vetmin e tij. Është në botë dhe bën një mbyllje të një cikli për të hapur një cikël të ri me ty, një jetë të re. Është pak i mërzitur për këtë largësi, por shumë shpejt gjërat do të ndryshojnë dhe si personi do të vi buzëqeshja, sepse është një person pak fjalë pak, që nuk i shpreh gjitha. Tek ky ka gjetur atë pjesën që i ka munguar në jetën e tij. Lufton fort që gjërat që ai do t'i ndryshojë, do të mbyll një kapitull të vjetër për të hapur një kapitull tjetër. Fat punë të tij është fokusuar shumë puna. Është një biznesmen që pret bollokun e tij të vi dhe lajme të mira. Ju do të festoni kur ky person të vi, të marrë rrugën për të ardhur tek jush. Ju do të festoni, do të bëni një festë të madhe, me një harmoni njëri tjetrit. Me kë rezonon kjo histori e bukur? Me akreti, me binjakët, me gafore, me peshore, me britsjapi, me luani, shigjetar dhe ujor. Kurse me gërmat mund të rezonoj me gërmën P, V, L, G, N, S, F, G, N, E, S, R, F. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni një subscribe, një like dhe një zemër të vogël post videos.